Për fat mirë, sepse natyra i bën gjërat me dorë. Rastet e neoplazive në shtatzani janë të pakta. Në një rast, ne kemi pas 2 raste të cilët i mbajmë mend vitet e fundit. Një rast ka qenë një karcinom i gjirit, janë më të shpeshta karcinomet e gjirit si pasojë e rritjes së estrogenit në mënyrë të lartë në shtatzani, dhe vetë shtatzania e progredon sëmundjen, pra e acaron sëmundjen, se nëse sigurisht që ato përgjithsisht janë hormonë varëse, pra rritja e estrogenit e përshpejton apo e bën që të duket pak më shumë sëmundja e cila më përpara kishte filluar, pra nuk e shkakton, por e përshpejton rasti gravidancës. Dhe kjo zonjë, e cila është diagnostikuar është diagnostikuar në fakt nga mjekët senolog, dhe ata e solën maternitet, ka qenë diku në muajin e 7, duhet të ketë qenë në javën e 32, zgjodhi që ta ndiqte shtatzanin, pra mos të lindte para kohe, po ta ndiqte shtatzanin deri afër termit, në mënyrë që të mos rrezikonte jetën e fëmijës vet, dhe pastaj filloi terapinë. Janë raste të vështira në fakt, janë raste shumë të vështira dhe nga ana psikologjike, por ajo që është e mrekullueshme është që nëna sakrifikon gjithmonë për fëmin, edhe ajo që është e mrekullueshme është që shpirti i nënës është ai që nuk njeh limite për t'i dhënë dashuri dhe për t'i dhënë kujdes fëmijës vet.